Jemi sërish bashk dhe tani do të mirëpres një 12 vjeçare nga qyteti i Lezhës, e cila do të na përfaqësojë në Sanremo Junior në mes të muajit prill, me këngën e ikonës Vacezela, valsi i lumturisë. Ajo ka qenë pjesë edhe e Albanian's Got Talent, ku preku gjysmëfinalen. Fituese e më shumë se 40 çmimeve, vjen sot në studio për të na rrëfyer këtë udhtim kaq të rëndësishëm për të, Ambra Marku. Ambra, mirë se vjen në Living Day, shumë urime dhe shumë suksese. Ajtë të jap një përqafim? Më falë, po, kur i fitove ti 40 çmime, praktikisht i bie që të kesh qenë nga njëri konkurs në tjetrin, po të ftoj të reagohesh të lutem. Kur ka nisur ky udhtimi yt i çmimeve të pandalshme deri më tani? Atëherë le ta quajmë udhtimin e Kantos. Udhtimin e Kantos unë e kam nisur që në moshën 6 vjeçare, ku u regjistrova në një shkollë muzike. Aty e nisa me instrumentin e pianos, pastaj e zhvillova duke kënduar dhe kohë të fundit duke luajtur dhe në kitar. Dhe mbrin tani ti jesh përfaqësuese në Sanremo Junior, do të performosh në Ariston, që është një ëndër shumë e madhe. Dhe ti e arrin këtë shumë herët, por përpara se të shkojmë aty, unë do doja që t'i rikujtojmë edhe një herë publikut pjesëmarrjen tënde në Albanian's Got Talent. Ja e shohim bashkë. Ambra, çfarë zëri. Faleminderit. Shumë komplimente, të cilat kanë qenë të pakursyera dhe nga anëtarët e jurisë Albanian's Got Talent. Faleminderit. Besoj ka qenë një përfaqësues, një përfaqësim që i ka lënë gjurmët e këtij. Po, ka qenë një prezantim i rëndësishëm. Po. Got Talenti ka qenë një nga emocionet më të bukura të jetës time për këngën, që do mbetet gjallë në kujtimet e mia. Dhe i qëndron kësaj këngë, po me këtë këngë do të përfaqësohesh në Sanremo Junior. Po. Është këngë shumë e vështirë. Unë mendoj që valsi i lumturisë e tregon gjithë potencialin e zërit tim. Është një këngë që ma tregon shtrirjen vokale dhe ku ka më mirë se të këndohet shqip. Ke emocione? Si po përgatitesh ti? Kam pak emocione, por janë emocionet bukura që m'japin forcë të vazhdoj më para, janë emocionet e skenës. Si ushtrohesh ti? Unë ushtrohem pothuajse çdo ditë me mësuesin e Kantos, Albana Përvatin, të cilën e përshëndes dhe dua shumë. Të gjitha mësueset që kanë një përkushtim të jashtëzakonshëm, që motivojnë edhe punojnë me talentet e shkëlqyera, kështu që meriton të gjithë dashurinë dhe të gjithë vëmendjen patjetër. E vërtet. Ne ushtrohemi çdo ditë duke nisur me vokalicat, pastaj këndojmë këngën që do përfaqësoj Shqipërinë në Sanremo. Dhe mundohemi të gjejmë gabime, jo fiks gabime, po rrugë më të mira. Se si ta përmirësoni. Sepse gjithmonë ka vend për përmirësim. Dhe ti je me këto emocionet bukura, në çfarë date do të jetë festivali? Atëherë unë do nisem këtë të shtunë, me datë 11 nisem për në Sanremo. Bukur. Dhe me datë 14 është nata që do përformoj. Cilat janë pritshmëritë e tua? Nuk është se kam ndonjë pritshmëri që të fitoj ndonjë çmim, por dua që të zëj më shumë miq të rinj dhe dua të kënaqem, sepse për atë kam shkuar. Pra ti po e shet si një eksperiencë për të pasuruar për vete dhe për ta provuar veten në një skenë të madhe. Po, e vërtet. Është goxha sfiduese. Është pak sfiduese. Në momentet e para nuk e prisja fare të kaloja, sepse audicionet i kisha bërë shumë kohë më para, por... Kur thua shumë kohë më para, sa kohë më përpara? Pra, kur ka nisur e gjithë kjo, një rrugtim i cili finalizohet me një ëndër të bërë realitet? Po, me mamin unë kam aplikuar nga muaj korrik, vitin e kaluar, dhe pas Got Talentit, pas gjysmëfinales së Got Talentit, ne u njoftuam që isha një nga finalistët e Sanremos. Në fillim nuk e besoja, e lexoja shumë herë, mos kishte ndonjë gabim, por pastaj e kuptova që isha me të vërtetë një nga finalistët dhe në ato momente fillova dhe qaja nga gëzimi. Dhe është normale që ta përjetosh shumë, për më tepër që konkurset të tilla kalojnë në disa faza edhe ti pret goxha gjatë për përgjigjen, ndodhin gjëra të tjera, konkurse të tjera, le të themi aktivitete të tjera dhe befas të vjen një përgjigje pozitive.
ku ti je pranuar, je një ndër finalistet. Po, vërtet, një emocion shumë i bukur që s'do harroj kur. Me siguri, me siguri. Besoj ti e ke të qartë atë që do të bësh kur të rritesh, të shoh shumë të përfshirë dhe shumë të investuar në muzikë edhe në konkurse, që do të thotë ti po punon që të evidentohesh. Po, kanton e kam pasion, por dhe në mësime, nuk është se i lej mësimet. Pas dore? Po, merrem shumë me mësimet, dhe për të ardhmen nuk jam e sigurt çfarë do të vazhdoj me të vërtet. Ndoshta shoh veten në të ardhmen si një avokate. Ashtu? Por pse jo dhe këngëtare? Shumë është një rrugë shumë e bukur, shumë faleminderit. Dhe sa mirë që ja del ti bësh të dyja. 40 çmime, 40 konkurse praktikisht. Pra, je në kërkim të vazhdueshëm të konkurseve të ndryshme muzikore, më trego pak për këtë gjë, se nuk është e zakonshme për një vajzë të moshës tënde 12 vjeç të jetë pjesëmarrëse në kaq shumë konkurse dhe të triumfojë, të jetë edhe fituese e tyre, apo të ndahet gjithmonë me një çmim, jo domosdoshmërisht ky duhet të jetë çmimi i parë. Atëherë, unë në konkurse nuk kam marrë pjesë vetëm në kanto, por kam konkuruar edhe si pianiste. E kuptova, pra një pjesë janë... Po, por shumica janë të kantos. Kanë qenë konkurse mbi të cilat unë kam marrë më së shumti çmimet para. Mund të ketë ndonjë çmim dytë ose tretë, por prapse rëndësi ka eksperjenca. Janë çmime shumë të rëndësishme edhe ato. Po, jam vlerësuar në konkurset ndryshme me çmime absolute, 100 pikë, çmimet para. Dhe nuk e di, ka qenë një emocion shumë i Cila është pika e fortë tek ti si këngëtare? Sepse skenën që zotëron, kjo ndihet plotësisht. Në qoftë se rikthejmë edhe një herë videon teksa ti performon në Albanian's Got Talent, ti e zotëron plotësisht skenën. Qëndrimi yt skenik është shumë i natyrshëm. Atëherë, si qëllim, kur këndoj, kam që të prek zemrat e njerëzve, t'i emocionoj, dhe është me të drejtën qëllimi i vetën që kam, dhe që të kënaqem me vërtet. Po, mësuesja çfarë komentesh të bën për vokalin tënd? Pra cila është ajo që të thotë, po, këtë e ke vërtet shumë mirë? Mësuesja ime më mbështet shumë. Her pas here është dhe pranë mi, që i përshëndes dhe i dua shumë. Ata më kanë mbështetur në çdo haptimin që kam hedhur në art dhe jo vetëm. Dhe më kanë bërë të ndihem sikur nuk jam asnjëherë vetëm, që është edhe e vërtetë që s'jam asnjëherë vetëm se jam me ata. Dhe është mami dhe babi gjithmonë me ty, në çdo event tëndin, në çdo konkurs tëndin, dhe në çdo dëshirë dhe ëndër që ti ke. Kush do të shoqëroj në Sanremo? Gjithë familja? Jo. Nuk është e mundur që të më shoqëroj gjithë familja se me gjithë qef, po është dhe shkolla edhe kështu. Por me mua do niset mami dhe babi do vije një ditë para performancës. Që të mund të të shikoj në sken. Po shokët, shoqet në shkollë, si e vlerësojnë dhe si e komentojnë talentin tënd? Shoqet besoj janë krenare për mua dhe ato janë gjithmonë kënaqura kur unë marr çmime, nuk kanë xhelozi ose inat. Por janë mbështetëse dhe janë të lumtura për ty, ashtu siç në të vërtetë do duhet të jenë në fakt. Po, dhe në Sanremo një nga shoqe që është larguar nga Shqipëria, që e kam pas në klasë, do të vi dhe do të më shoqëroj atje kur të këndoj. Po, dhe ishte si surprizë, u surprizova shumë edhe u kënaqa shumë. Ka qenë një surprizë shumë e bukur, unë të uroj shumë suksese, uroj që të shkëlqesh, të fitosh edhe një çmim, por edhe nëse nuk ka një çmim, asnjë gjë për të shqetësuar, ti je kaq e vogël dhe me një zë shumë të bukur e me një ambicie shumë të madhe, sa që jam e bindur se do të shpërblehesh për të gjithë përkushtimin dhe për talentin tënd, por uroj që të shkëlqesh në këtë konkurs, që është diçka shumë e madhe, është hera e dytë që Lezhë si qytet e përfaqëson të themi Shqipërinë në Sanremo Junior, vajza të talentuara, të rinj të talentuar nga qyteti i Lezhës. Shumë suksese, duhet që bëhet një punë shumë e mirë aty me ju. Faleminderit, me të vërtetë. Shumë kënaqësi. Të mirëpres sërish në studio dhe uroj që të jetë me një çmim të madh dhe me një çmim që është shumë i fortë për ty. Faleminderit edhe ju që qëndruat në shoqërinë e Living Day në Vision Plus. Mirupafshim.